është shumë dashur delegate të Kuvendit të Degës, Bashkimit Demokratik për Integrim në Saraj. Nderuar kryetari i Degës, antar të Degës, kuvendar të këtij kuvendi të mrekullueshëm, ashtu siç i ka hije Sarajit, amblemës së Bashkimit Demokratik për Integrim. Dashur kryesues e drejtues të këtij kuvendi, nderuar shumë dashur bashkëluftar, invalid, familje të dëshmuara e familje të dëshmorëve, shumë dashur bashkëdrejtues, nënkryetar, sekretar, kryetar të komunave, kryetar të degëve, mysafir të kryetarit të Degës Sarajit. Populli thot, nga e thona në të bërë, është një det i tërë. Ndëgjoj drejtuesit e Vlenit për të ardhur gjëna. Kemi patur 26 kërkesa, i kam promovu 26 kërkesa, me kujdes i kemi parë të 26 kërkesat që i bonin. I përmendën këtu Blerimi, Fatoni, Arbri që folën, Flamuri, Stema. Çka është mas miri me 26 kërkesat tyre? Për t'i bërë ata, duhet të kesh takat. Për t'i bërë ata, duhet të kesh guxim. Për të mbrojt kauzën, duhet të kesh tradit. Muzikantin nuk mund ta bësh luftëtar. Siç nuk mundesh profesorin ta bësh bokser. Këto gjëra shkojnë, të mbrojsh një kauzë, shkon me tradit. Shkon me përgatitje, shkon me shtrirje në tërë shtresat e popullatës. Harruan që këto vlera ata nuk i kanë. Dhe kur i them këto ndjej keqardhje, sepse dhe ata janë shqiptarë. Dhe unë nuk dua të ndodh shqiptarëve kjo gjam që u ka ndodh. Pikës pari. Nuk mund krahasoni mu me ata. Pse them që s'mund më krahasoni? Unë 18 vjeçar, plagët akoma i kam. Të torturave nga Udba e atëhershme, nga Jovani, kryeshefi i Udbës. Akoma i kam. Udbashve sërbë në Prishtinë, Smrekovnic, nga do që më kanë shetit në përburgja. Ato këto vuajtje nuk i kam parë. Dhe unë jam përfaqësues i njerëzve me plagë
i familjeve me dhimbje që kanë humbur njerëz. Nuk jon pa ndjenja dhe mos e ndjej këtë që u ndodh shqiptarëve. Pse të ndodh shqiptarëve kjo? Pse këta nuk reflektojnë? Nuk është puna se Bashkimi Demokratik për Integrim vua ka për të qenë pjesë e qeverisë. Jo, Bashkimi Demokratik për Integrim është përcaktuar për mision, për t'i dalë Zot ka uzë shqiptare për të cilën luftoj. 24 vjetë pushtet kemi patur. Gjithçka ja fillojnë nga mëngjesi deri në darkë, se ka bërë Bashkimi Demokratik për Integrim. O zotni, thuj ti që ke bërë, le Bashkimin Demokratik për Integrim. Qa merresh me Bashkimin Demokratik për Integrim? A ke thonë 26 kërkesa i ke publiku, i ke premtu, kombit, popullit, dhe dele dhe thua tani, jo, këta nuk i kam bërë, sepse kam bërë një 20 kërkesa tjera unë i kam bërë. Kush janë ata 20? Në mjegull? Hava? Kush i lexon ata? Kush i bën ata? Do thotë, ka ndryshuar programin, te fillova, nga e thona në të bërë është një det i tërë. Dhe nuk turprohen fare, nuk turprohen. Kjo është për keqardhje dhe nuk duhet ju përsëritet shqiptarëve të kjo punë. A deklaruan të gjithë para zgjedhje, po i humbën zgjedhjet, e lën politikën, e braktisën politikën. Atëherë kam thonë, 20 vjetë kam thonë, tash e them, po i humpa zgjedhjet, unë, bashkë me bashkë punëtorët e mi, hapim krahun, u alojmë ma të zotëve, le të bëhen të zotë tani të Bashkimit Demokratik për Integrim, le të fitojnë zgjedhjet. Por, ata zgjodhen rrugën e turpit. Kur të zgjedhish rrugën e turpit, të përshtrosh preardhjen nga vjen, shtu ta bënej. I ke 26 kërkesa, shko të shtëpia se s'mund të bësh asë zënë, se unë të kam marë. Kesh përdorin opinionin. Nga mëngjesi deri në darkë. Si ka bërë në Tetov Bashkimi Demokratik për Integrim. O zotni, Bashkimi Demokratik për Integrim e ka bërë, po pse nuk ndalen edhe të mendoni se 2006-2007 Bashkimi Demokratik për Integrim, si ju tani që jeni pa legitimitet, edhe atëherë PDSH ishte pa legitimitet. Ne kemi bërë në komunë, qeveria, se qa ka bërë në për arkivat e veta. Ne nuk jemi kontrollor, parti politike, inspektorat për kontrollin e arkivave. Ti si qeveri, pse ti nuk i dorëzove asnjë dokument gjykatës në kërkesat që u ashtroi gjykata? Asnjë dokument nuk i sigurove si komunë gjykatës. Çfarë vendimi ka marrë gjykata? Vendim s'mund të thush që i takon shtetit juridik, vllazër, motra, pa asnjë argument, heq emërtimin e rrugëve. Abrogon një vendim që me Badinter është sjell në vitin 2006-2007. Edhe Maqedonët e kanë votuar. Sepse ka lloj-lloj emrash aty. Avdo. Keq përdorim klasik. Dhe kjo nuk dua të ndodh shqiptarëve. Sepse fundit huajt më thonë, po qa bojnë këta shqiptarët këtu? Qa të them unë?
me shah shqiptar nuk më bë zemra. Jo them që nuk din të ngratët, po e kam pas shef koltukun, edhe për një koltuk ose beneficione, se nuk kanë qenë të keq trajtuar një pjesë të tyre, i kemi majt me qumësh dallandyshe, i kemi majt. Por, vëllezër, motra, nuk është mirë për shtetin kjo që ndodh. Nuk është mirë për komunitetin Maqedonas kjo që ndodh. Se gjërat pa nga pak rënohen, themelet nga një gur për jahët që shkatrohet. Të fillosh të prekish marrëveshjen e Ohrit, përfaqësim drejt, është suspendimi i autonomisë Kosovës 1989 që e bëri Miloševiqi. Kjo nuk duhet t'i ndodhë vendit tonë. Ne Argat, Sehirgji e Qiraxhi në këtë vend nuk jetojnë. Le të harrojnë ata të gjithë që mendojnë që na shndrojnë. Në Sehirgji, Qiraxhi, lajkatarës ahun lëpirës, vdicën kohrat, ne i dalim Zot kauzës tonë për cilin kemi derë gjak, pa i rënë qafë kërkujt. Dhe për këtë kauzë, ju jeni sot mbledhur këtu së bashku me përfaqësues për gjitha vendbanimeve, në kryesi, bashk me Ilazin, bashk me Komitetin e Veteranëve, që kanë përgjegjësi, pa sa ka, kryesia kanë përgjegjësi edhe veteranët, për mos shënim, për mos shtrembim të platformës, vizioneve Bashkimit Demokratik për Integrim, pjesë ndihmes e forcimit Bashkimit Demokratik, në qoftë se ne mbi shpatullat tona nuk i ngrisim gjeneratat e reja, atëherë ne misionin e kemi tradhtuar. Kur ne këta ngrisim gjeneratat e reja mbi supet tona, si komitete, jo rastësisht, Rafiz Aliti, komandon brigade, bëhet kryetar, drejtuesi i komitetit me gjithë aktivistët që nga themelimi i Bashkimit Demokratik për Integrim. Sepse duam të investojmë tek rinia dhe të gjithë armiqve të ambyllim gojen, se janë lodhë së tepërmi BDI-ja e pareformume. Sa në një moment që këtu shpirti merë, thash po unë s'pu shkoj tani për qerdheve të marrë fëmijë dhe të bëj në Bashkimin Demokratik për Integrim. Reformim 83% udhëheqjes së reje, edhe atë me një vullnet të fuqishëm për gjithë kryesisë e Këshillit Përgjithshëm, që ta bëjmë si mas miri misionin ta vazhdojmë dhe punët t'i qojmë për para. Ilas, Psus, uroj punë të marë juve, kryesis, komiteteve, Këshillit Mbikëqyrës, organizatave që do i zgjidhni së shpejti t'i zgjidhni, forumin e grave, forumin e rinis, shpejtoni, pranvera, do korrim, oni se korrit në korrik, njem pranverën e hershme korrit. Faleminderit, shumë faleminderit.